Ditën e dieshme, moderatorja e njohur Erbana Osmani njoftoi se puntata e parë e sezonit të ri të emisionit të saj do të kishte të ftuar Princ Lekën, i shoqëruar nga partnerja e tij e re, Blerta Celibashi. Lajmi u prit menjëherë me reagime të shumta në rrjetet sociale, ku nuk munguan as komentet pozitive, por edhe kritikat dhe diskutimet e ashpra. Disa ndjekës shprehen pakënaqësinë e tyre për praninë e Princ Lekës, duke argumentuar se situata e tij e fundit dhe ndarja me ish-partneren Elia Zaharia e bën të diskutueshme ftesën e tij në emision. Debati shpërtheu në rrjet duke ndarë opinionet mes tyre që e shohin ftesën si një të drejtë për të folur hapur edhe atyre që e konsiderojnë të panevojshme pjesëmarrjen e tij. Në këtë kontekst, Blerta Celibashi vendosi të reagojë publikisht. Përmes një postimi në Instagram, ajo theksoi se jo çdo histori që diskutohet në mediat online pasqyron realitetin e atyre që jetojnë atë. Titujt e nxituar flasin shumë, por nuk njohin të vërtetën tonë. Atë që ruhet me dinjitet dhe që askush nuk mund ta bëjë pjesë, shkroi ajo. Blerta shtoi gjithashtu se në emisionin e Erbanës ajo do të ndajë për herë të parë një rrëfim të ndjerë mbi marrëdhënien e saj me Princ Lekën, duke zbuluar atë që deri tani ka mbetur e pathënë për publikun. Postimi plot i Blerta Celibashit ka histori që nuk i shkruajnë portalet, por zemrat e atyre që i jetojnë. Titujt e nxituar flasin shumë, por nuk njohin të vërtetën tonë, atë që ruhet me dinjitet dhe askush nuk mund ta bëjë pjesë. Sonte me Erbana Osmanin në një bisedë të ndjerë dhe me dashuri, ndajmë atë që deri tani ka mbetur e pafolur, shkruan Blerta Celibashi në postimin e saj në Instagram.